Përshëndetje të gjithëve, shim së bashku në Klinika 24 si çdo të shtunë. Le të fillojmë me specialistin studio. Është bashkuar me ne Lajdon Shapo, specialisti i shëndetit publik, jemi në lidhje me Teams nga Anglia. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se u gjeta, Ada, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Në fakt situatë shqetësuese në Angli në lidhje me meningitin dhe me rastet fatale në Kent, dhe ç'mund thoni diçka më tepër për situatën si është përkallëzuar këto ditë dhe çfarë pritet? Pyetja është me shumë vend, situata është deri diku alarmante, sepse jo si pasojë asaj që nuk pritej, se vetëm në 2024-25 në Britania e Madhe ka pasur rreth 387 raste me meningit B, pra me këtë variant bakterial, shkaktuar një seria meningititis faktikisht, që është e serogrupit C. Kjo ndryshon nga ACWY-ja, për cilën ka dhe vaksinë, që bëhet në grup moshat 9 vjeç dhe 13 vjeç, të cilat nuk mbrojnë si vaksina kundër këtij, po faktikisht situata është pra po themi që ky variant nuk ka vaksinë. Do ta shpjegoj, jo, ka vaksinë e cila është futur në lojë që në 2015-ën, do ta shpjegoj shkurt vaksinën, por pikë së pari të njohim situatën epidemiologjike. Ajo është e tillë që grupi fillestar i personave të cilët u infektuan, 2 prej cilëve, njëri në moshën kam përshtypjen 18 vjeçare, 18 dhe 21 që ishte year 6, 11, humbën jetën, dhe është shumë interesante sepse ose disi interesante, fakti që prindi baba i fëmijës së vogël, year 6, pra 11 vjeçare, thotë që jeta u humb 24 orë mas fillimit të simptomave. Çka është të jetë rëndësishme, do ndalem vetëm një sekond këtu, janë 3 simptoma bazë që prindrit dhe kushdo duhet ketë mirë parasysh. Bëhet fjalë për një dhimbje të përshkallëzuar koke, ngurtësim të qafës dhe temperaturë të lartë. Këto të treja, pra një nga shenjat tradicionale ishte skuqja në lëkurë, e cila dhe kur rrotullon një gotë nuk ikën, por nuk është e thënë të jetë ajo e para. Po këto të treja janë dominante në momentin që këto kapen, personet duke ditur dhe gjendjen epidemiologjike, duhet të ikin me herë në spital për të marrë ndihmën e parë. Duhet të drejtohet për ndihmë, ha? Do më thuash dhe pak për vaksinën, se në fakt më mbeti ajo pyetja Jo, nuk do të mbeti. Të jap një sekond numrin e rasteve. Janë 29 raste, 2 humbje jete, një pjesë e mirë e cilëve 27 ishte dje, 29, po, fiks. Kjo është situata për momentin. Dhe gjithçka ka ndodhur mes datave 5 dhe 7 mars, ku një pjesë e këtyre të rinjve, bëhet fjalë për grup mosha 13-19, që janë më të prekura së bashku me 18-25, këto janë pra adoleshentët dhe të rinjt e rinj, si më thënë, që janë më në risk. Pse? Sepse meningokoku B qëndron në nazofaringun e tyre më shumë se sa te grup mosha të tjera. Se çfarë ka ndodhur kësaj radhe, është të jetë vështirë për t'u kapur dhe po diskutohet gjëre gjatë si ndodhi, si erdhi, sepse ka një grumbullim të fortë të rastesh dhe një invazivitet i cili nuk është parë më parë. Çka bën të hidhen shumë hipoteza, por e rëndësishme është që ky është numri i rasteve, ka një shpërndarje antibiotikësh ato pash, sepse pash që shpërndashin antibiotik dhe unë mos gaboj pash që po vaksinoheshin dhe prandaj u çudita. Pa shpërndarje antibiotikësh, mask, pra dhe maska mbron në këtë rast? Eksakt. Tani, meningiti B, ky që po diskutojmë, nuk është aq infektiv në krahasuar me të tjera, siç ishte Covidi, të themi, siç është fruthi e tjerë. Kërkon një kohë zgjatje dhe një kontakt të jetë të ngushtë, që një pjesë e mirë e këtyre studentëve e kanë, puthje të zgjatura, po jo 1 ose 2, pra nivel pështyme të kaluar mes buzëve, pa dyshim
që kërkon qofse të rinjt këto vejpet ja kalojnë dhe njëri tjetrit, po kjo nuk bëhet me një rast, me një goditje. Pra kërkohet kohë dhe kjo nuk po kuptohet në rastin konkret, duket që ky meningokok B që vjen vërdall është tepër invaziv dhe tepër i fortë, çka ka shkaktuar këtë lloj grupimi, klasterimi të rasteve, i cili faktikisht ka gjasa të përhapet, sepse megjithse Agjencia e Sigurisë të Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar, UKHSA, ka bërë gjithçka në këtë periudhë fillestare për kapjen e kontakteve, për ndjekjen e tyre kudo ku ata janë dhe për trajtimet me antibiotik, të cilët janë shumë efikas. Janë bërë mbi 10.000 të tilla dhe normalisht janë bërë afro 2.000 vaksinime në persona të linjës së kontakteve. Pasi vaksinimi, duhen 2 doza, kushtojnë rreth 220 pound private, duket se stoku po bie sepse kërkesat janë të larta. Të larta dhe është normalisht. Më fal, kisha këtë pyetjen tek shpërndarja, pra antibiotikët pihen si parandalim? Po, antibiotikët si me kohë të gjatë, nuk e kuptoj, për shembull. Jo, faktikisht, një nga antibiotikët që është përdorur mjaft dhe dihet që ka efekt shumë të mirë në meningitin B të zonave endemike të Afrikës Jugut e tjerë, është ciprofloxacina në 500 mg, por ke fëmijët e vegjël jepet dhe 125, e cila dhe një dozë bën një punë shumë të mirë në rast se edhe simptomat kapen shumë herët, pra nuk jemi në atë stadin ku simptomat janë proper dhe bruske, dhe nuk do haruar këtu që personat me imunitet të rënd, sidomos dhe fëmijët e vegjël, të cilëve një pjesë e mirë, për shembull, e di që një nga merakjet e tua është çfarë po ndodh me studentët, pse janë ata. Në fakt ky është edhe qëllimi i kësaj lidhje, do me thënë unë di që ne kemi një numër të madh të konsiderueshëm studentësh shqiptar në Angli. Çfarë të gjithë që na dëgjojnë prindrit, çfarë ju këshillon? Është interesante pse Kent dhe jo vende të tjera, sepse në fund të fundit, duke marrë parasysh si përhapet dhe rrugët e përhapjes që ne i përmendëm shkurt, është e jetë rëndësishme të kuptohet që, po mirë, klub nate ka në Kent, ka kudo. Mënyra e transmetimit përmes puthjes, përmes që the duhet jetë edhe kontakti ngushtë, vejp ndodh nga do. Pse aty? Dhe kjo po studiohet. Një nga hipotezat personale që kam është që nuk është çudi që këtu të kemi një transplantim nga tjetër kund. Pra të mos jetë autoktone kentiane ose në Canterbury, sepse nuk del hesapi. Megjithatë, UKHSA padyshim që po e ndjek këtë nga afër. Problemi është që janë të pambrojtur të gjithë këto fëmijë 17, 18, 19 deri 25, pse pasi vaksina e meningokokut B, një vaksinë shumë e mirë, por as pak perfekte, sipas gjithë ekspertëve, u fut në 2015. Dhe që atëherë vaksinimi ka ecur mirë, por gjatë periudhës covidiane dhe post-covidiane ka rënë me 2-3%. Tani që të kthehem prap, një prind që na dëgjon i shqetësuar që fëmia mbase në panik e sipër kërkon prej si biletën të kthehet, çai këshillon të gjithë prindërve që i kanë fëmijët student atje? Nuk do e këshilloja as pak lëvizjen nga pozicioni ku janë, sidomos në rast se janë në zonën e gjerë ku po shpërndahen antibiotik, po ndiqet nga afër situata, po vaksinohen fëmijët e tjerë. Pse e them këtë? Sepse ka një mundësi, duke ditur inkubacionin që është 2 deri në 7 ditë, nga njëherë shkon dhe 14, ama ato 3 shenjat që përmenda janë shumë të rëndësishme sepse po filluan ato, ka një risk të jetë të lartë që personi mas shfaqjes atyre shenjave. A ka një testim? A bëhet një testim për ta kuptuar? Bëhet një testim. Bëhet dhe të gjithë ata që janë në rrezik të lartë, padyshim që duhet të shtrohen në spital.
aty do shikohen nga mjeku specialist i fushës dhe do ju bën analizë dhe gjaku, do merret dhe punksion lumbar për t'i vënë vulën që bëhet fjalë për meningokok B dhe jo për diçka tjetër. Mire, Se bëhet kjo bëhet pikërisht sepse ata mund mos kenë bërë fare vaksinë, e cila ka hyrë në 2015, vaksina si thash nuk ka mbrojtje shumë të mirë. Dhe pyetja ime tjetër është, nëse nuk e kanë bërë vaksinën të gjitha student, flas që mund t'ju kërkuar apo jo si kriter kur kanë filluar shkollën, u sugjeron bërjen privatisht të vaksinës? Jo të gjithëve, dhe kjo është një nga pyetjet që po i drejtohet Agjencisë së Sigurisë Shëndetësore, pra UKHSA-t, që, ne duhet të vaksinohemi, fëmia, domethënë, është në një situatë rreziku. Tani, rreziku në lidhje me të dhënat dhe trendet që kemi në kohë, është 1 në 100.000. Pra rreziku është i ulët, sidomos në moshat mbi 25. Rreziku është më i lartë. Në fakt e kisha të specifikuar sot bisedën e kisha për këtë target, dhe do me thënë, pyetjet që më kanë ardhur mua janë shkurt. Ta sjell fëmijën tim në Tiranë dhe ta vaksinoj, kjo është pyetja që bëjnë gjithë. Ata që kanë fëmijët. Pyetja është pyetje me vend, po nën panik. Ato po të shpjegoja që në Tiranë unë nuk e di që jo, më thej një pjesë të pyetje se e zaurua, më thej që duhet qëndrojnë atje ku janë edhe të kërkojnë ndihmë edhe të presin, domethënë. Pa diskutim, sepse marrja e antibiotikëve në kohë e ul shumë rrezikshmërinë, pa diskutim. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse 10% e rasteve, pra 1 në 10 persona të kësaj grup moshe, meningokokun B e kanë popullat normale të nazofaringut të tyre. Se çfarë e ka bërë situatën që të përshkallëzohet kaq shpejt? Pastaj kjo po analizohet. Mirë, doktor, falenderoj, uroj që të ketë menaxhim të mirë dhe të mos kemi më të themi fatalitete të tjera dhe punë të mbarë dhe mirë dëgjofshim betet. Faleminderit. Ada, 2 fatalitete janë ato që kanë ngelur për më shumë se një javë, pra duket që situata është vënë në kontroll dhe po kontrollohet që të mos shkojë në rajone të tjera, sepse pikërisht ky është rreziku më i lartë. Po kaloj drejt Londrës, po ikën disa nga këta shkojnë në Francë apo kthehen në Shqipëri, siç përmendet ti. Rritet rreziku, e kuptova që rritet zinxhiri dhe rreziku. Problemi i madh pastaj. Po. Falenderoj shumë. Pres përsëri. Gjithë mira.